Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet dhe ngjarjet më të fundit tek ju. Natën e mbrëmshme unë solla një reagim që erdhi nga Brikena Selmani në grupin e hapur në Instagram të saj, një grup i ndjekur nga 29.000 ndjekës, në një shkrim ku Brikena ka pranuar ndarjen me Mateon. Do me thënë që të gjitha ato lajme, ato amencime që ne nuk i besonim, mendonim që ka një mes, mendonim që është një shaka, një loj, do me thënë çifti tregon që gjitha kjo gjë që po ndodhen fatkeqësisht është e vërtet. Në një grup ku Mateo është pjesë e këtyre grupeve, këtyre fanbeseve të hapura, Mateo ka shkruar: "Përshëndetje të gjithëve. Pavarësisht marrëdhënies publike, jetën time dhe gjërat e mia kam dashur t'i mbaj private", thot Mateo. Edhe pse nuk është e lehtë, kam parë shumë aludime, por nuk kam bërë dhe s'do bëj ndonjëherë gjëra për vëmendje. Me thënë, Mateo si duket është i detyruar që këtë shkrimin ta bën nga presioni i madh që u bë për marrëdhënien e tyre sepse po humnin fansat. S'kam reaguar dhe s'kam shkruajtur as reaguar ndonjëherë për çështjen e marrëdhënies time. Jo se nuk kam respekt për publikun apo për fansat, por sepse në fund të fundit është diçka private, thot Mateo. E respektoj personin, thënë nuk i përmendën emrin Brikenës. E respektoj personin dhe kohën që kam kaluar me të. Dhe më vjen keq që po shkruaj këtë mesazh sepse ripërsëris do dëshiroja të ishte diçka që do doja ta mbaja për vete, por nuk meritoni ta merrni si lajm nëpërmjet një story apo një like që nuk jemi më bashkë, ndaj vendosa të reagoj me këtë mesazh. Do me thënë, Mateo këtu tregon për Brikenën, e cila ka vepruar me një story që nxori një zemër të thyer dhe e pranoi ndarjen për Mateon. Mateo nuk ka bërë një lëvizje të tillë, do me thënë Mateo ka qenë pak më i rezervuar në këtë marrëdhënie dhe ka dashur që ta dërgojë këtë mesazhin. Respekt për të gjithë ju. Do ju jem gjithmonë mirënjohës për mbështetjen dhe suportin që më keni dhënë për atë që keni vlerësuar tek unë. Faleminderit zemër. Do me thënë është Mateo ai i pari që ka reaguar ditën e djeshme. Pas këtij reagimi erdhi dhe reagimi i Brikenës. Siç duket, Mateo është i prekur që ndarja ka ndodhur në këtë formë dhe nuk kuptohet që ndarja ka ndodhur nga Brikena. Dua të marr mendimin tuaj.